Keni duar dhe këmbë të ftohta, ja si ta zgjidhni këtë problem. Qarkullimi i dobët i gjakut njihet edhe si një vrasës i heshtur dhe ai mund të shfaqet si pasojë e faktorëve të ndryshëm, përfshirë edhe aktivitetin e dobët fizik. Është e domosdoshme që të pini të paktën 8 gota ujë në ditë, pasi uji e përmirëson qarkullimin e gjakut dhe në këtë mënyrë oksigjeni dhe vlerat e tjera ushqyese barten në inde dhe organet tuaja. Studimet të fundit po ashtu kanë treguar se hudhra është thelbësore edhe për shëndetin tuaj kardiovaskular. Kjo pasi hudhrat zvogëlojnë rrezikun e arteriosklerozës për shkak se parandalojnë ndërtimin e stemave në arterje. Acidet omega 3 që gjenden në vaj të peshkut ndihmojnë në heqjen e yndyrave në arterje dhe po ashtu shkaktojnë një qarkullim më të mirë të gjakut.